Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. E kemi këtë familje në kushte mjaft të këqija. Deri qëtu ku për shihni, ka ardhur deri qëtu. Tash ka nevoj kjo më u lyje, jo më lyje, për mas pari qatin, kulmin me qëtë. Është familje 5 antarshe, fëmijët janë të gjithë nën moshën 20 vjeçare, 18 e të poshtë. Edhe qështu qysh po e shifni është halli i shtëpisë. Ka qenë shtëpi e vjetër, e ka prish me bon, por deri qëtu ka mujt me mri, me ndihma popullore. E qëta është edhe mu mra për hise, me i thonë, hajde çka mujmë me bon të kjo shtëpi. E qëta është masi kemi edhe pa qati, pra pa kulm, njëherë mas pari, që ta dini të gjithë, na duhet këtu kulmi, qatia, me qitë pikën e ujit jashtë. Mas i dele pika ujit jashtë, të të shohim me dyere dritare. E rrime në shtëpi, me marrua sot nuk është lehtë, po ndihmat popullore e bëjnë, insha Allahu Ta'ala. Kështu që pa ju mërzit, pa ju bezdis, unë jam qaj hoqë që më njifni të gjithë, edhe prej zanit më njifni, edhe prej Facebookut, shikon e hallin. Kursem pak, reduktojm pak, edhe një vlla një familje, e fusim në shtëpi. E kjo halli që e saj shtëpi, që shpesh ikni që mirë është. Inshallah, dhe të pëndohemi me bon me izëm të Allahut. Njëherë mas pari kulmin, e këtu ju e dini që është ndimohet, po unë, sa për me thonë, dikush me më thonë mund kulmin hoxha unë për jaqes, kulmin në jaqesim. Dikush me më thonë drunat i blem, drunat jaqesim. Qatia dërë edhe druna, edhe dërën edhe tjegullot, se edhe kulmen qatia është, apo kulmi i shtëpisë është goxha i shtrejtë. Mandej dën lymje, sovatime, rrymë, dyër dritare, ama javash. Ju përshëndesin nga kjo shtëpi këtu. Kjo shtëpi ka qëllua në fshatin Zhurë, afër Prizrenit. E kjo familje ka këtë halë, për vllazërin të mi, ka dëqofshit, ju kësha thonë zëqat në shka kini tash në Ramazan, prej zëqatit edhe pak prej pasurisë tënde që ki, se zëqati është i fukarave, po plus prej pasurisë tënde në ishtoni në jep një dorën, inshallah ta'ala, mandaj kur ta kryim, në përsëri e qesim në e inqizojmë edhe qesim, thonë, në krytëm me ndihmën e Allahut e me zgjatjen e dorës suaj. Ju përshëndes edhe një herë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.